Dita e shallit. Kushdo që hynte në xhaminë të dërguarit të Allahut, në njërin nga anët e saj vërente një dhomës të vogël që ishte ndërtuar për një person të vetëm. Ajo ishte banesa e një gruaje me ngjyrë të zezë, që nuk kishte streh tjetër përveç kësaj. Kjo grua shkonte shpesh në shtëpinë e profetit sallallahu alaihi wasallam që të bisedonte dhe të kalonte pak kohë me Aishën radiallahu anha. E kur mbaronte së biseduari, recitonte gjithmonë disa vargje poezie ku thoshte: në ditën e shallit, pash nga mrekullitë e Zotit ton. Atë ditë, ai më shpëtoi nga vendi i kufrit, mohimit të Zotit. Aisha radiallahu anha habite nga fakti që ajo i recitonte aq shpesh ato vargje, por nuk e dinte se ç'ishte dita e shallit, dhe as cila ishte mrekullia e Zotit që kishte ndikuar kaq shumë tek ajo sa e përmendte çdo herë. Një herë e pyeti: si është puna jote që sa herë ulesh të bisedosh me mua i reciton këto vargje? Atëherë ai i tregoi historinë e saj, që ishte me të vërtetë për t'u habitur. Ajo kishte qenë robëresh tek njëra nga familjet e Mekës, dhe ata i kishin dhënë lirinë. Por ajo kishte qëndruar tek ata edhe pasi kishte fituar lirinë, siç ndodhte shpesh me ata robër që, pas robërisë, nuk dinin se ku të shkonin. Në njërin nga ditët, një vajzë e re që po bëhej nuse, kishte vendosur një shall të kuq lëkure. Ajo e vendosi shallin jashtë dhe u futë lahej. Aty kaluan disa zoq që e vanë shallin për tokë dhe kujtuan se ishte mish dhe e morën. Kur vajza doli jashtë, nuk e gjeti shallin dhe u kërkoi ndihmë njerëzve. Ata e kërkuan shallin, por nuk e gjetën. Ata e akuzuan robëreshën e tyre të mëparshme dhe e torturuan atë. Ata filluan ta kontrollojnë atë aq shumë sa e kontrolluan edhe në pjesët e turpshme të trupit. Ky ishte një moment shumë i vështirë dhe i sikletshëm për të, aq sa u ndje se i kishin poshtëruar dhe i kishin bërë pa drejtësi. Ajo nuk ishte njerëz të afërm dhe as farefis që ta mbronin, dhe as vetë nuk ishte forcë të mbrohej. Ajo nuk gjeti askënd tjetër ku të kërkonte ndihmë. Prandaj harroi idhujt e popullit të saj dhe ju drejtua Allahut të Madhërisëm, duke ju lutur vetëm atij në kulmin e nevojës, që të nxirrte në dritë pafajësinë e saj dhe ta shpëtonte nga kjo gjendje e vështirë. Allahu i lartësuar që u përgjigjet e nevojtarëve dhe largon të keqen, ju përgjigj asaj duke ia sjellë lehtësimin edhe më shpejt se sa shpresonte. Në momentin që ata po qëndronin rreth saj, e cila po vuante për shallin, zogu që e kishte rrëmbyer shallin erdhi sipër kokave të tyre dhe u aholli shallin. Ata e morën shallin dhe panë se ishte pikërisht shalli i vajzës së tyre. Në këtë moment, mori fund edhe halli i kësaj gruaje dhe doli në pafajësi e saj. Ajo tha, siç do të thoshte çdo njeri që ka të drejtë: ky është shalli për të cilin më akuzuat padrejtësisht, ndërsa unë isha e pafajshme. Më pas u largua nga ai vend, emigroi tek profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe pranoi Islamin. Ajo tashmë ishte gjithmonë pranë tij. Xhamia e profetit u bë shtëpia e saj, kurse qetësinë dhe prehjen e gjente me familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Me anë të udhëzimit e gjeti vetveten dhe qetësinë e saj. E gjeti edhe krenarinë e saj duke u bërë me vëllezër dhe motra besimtare. Madje shtëpia e profetit u bë për të vendi ku gjente stre dhe qetësi shpirtërore. Mendoj se ishte pikërisht kjo grua që ja dedikoi jetën shërbimit ndaj xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo e fshinte xhamin dhe largonte nga dyshemeja e saj shkopinjtë e vegjël, degët e palmave dhe vjetërsirat. Për pak kohë profeti nuk e kishte parë atë rrotull, prandaj pyeti për ta, por shokët i thanë: ajo vdiq, o i dërguari i Allahut. Ai tha: po pse nuk më treguat? Ata i thanë: o i dërguari i Allahut, ajo vdiq natën dhe nuk donin të zgjonin. Ai u tha: më tregoni ku është varri i saj. Ai shkoi tek varri i saj, i fali namazin e xhanazes dhe pastaj tha: to varre janë plotë errësirë për ata që banojnë në to.
por Allahu i Madhërisëm i ndriçon ato për shkak të namazit që u fal atyre. Le të ndalemi pak në disa gjëra të rëndësishme tek kjo ngjarje. 1. Kjo sprov që i ndodhi u bë shkak që ajo të kthehet tek natyra e pastër besimtare me të cilën Zoti i ka krijuar njerëzit. Ajo përjetoi mundime dhe vuajti hidhësinë e padrejtësisë dhe të shpifjes, por nuk gjeti kënd që të mund ta shpajsonte atë. Ajo nuk ishte as kënd të fortë që të mbështetej tek ai dhe as të afërm që të kërkonte ndihmën e tyre. Ajo e dinte mirë se idhujt, të cilëve u lutej populli i saj në vend të Zotit, nuk bënin asnjë dobi. Prandaj u drejtua Allahut të Madhërisëm, Zotit të vetëm të vërtet, duke i aqar hallin dhe duke i kërkuar ndihmë, dhe ai që ju përgjigjet e nevojtarëve kur i luten, ju përgjigjet asaj. Ajo e pa me sytë e saj ndihmën që i dha Zoti, duke nxjerrë në pafajësinë e saj. Pas kësaj ajo u largua nga ata dhe shkoi atje ku njerëzit i luteshin dhe adhuronin vetëm Allahun e Madhërisëm. Pasi e mësoi se vetëm Allahu i lartësuar mundi ta largojë brengën e saj. 2. Kjo grua po përjetonte një kënaqësi të madhe ndjeshmërie ndaj mirësisë së Zotit, me mirësinë e atij që ka bërë një kthes të madhe. Kur emigroi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shijoi lumturinë që të dhuron udhëzimi tek Zoti dhe krenarinë pas poshtërimit që kishte ndjerë më parë. Më parë e kishin akuzuar padrejtësisht, e kishin dhunuar dhe poshtëruar, kurse tani jetonte mes muslimanëve që i garantonin krenarinë dhe të drejtat, si dhe ndjente vëllazërinë e besimit dhe përkrahjen që i bënin besimtarët njëri tjetrit. Ndoshta kulmi i kësaj ndjeshmërie ishte kur e gjente veten brenda shtëpisë më të nderuar dhe më të respektuar në shtëpinë që Allahu i Madhërisëm e kishte bërë të pastër dhe i kishte larguar çdo gjë të ndytë, në shtëpinë e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aty ajo fliste dhe i flisnin, u ofronte shoqëri dhe i ofronin shoqëri. Prandaj nuk është për t'u habitur që kjo gjendje që po përjetonte ajo i ngjallte asaj ndjenje të forta kur e krahasonte me gjendjen e saj të mëparshme. Pikërisht për këtë shkak, i recitonte ato vargje, duke e pranuar mirësinë e Zotit ndaj saj. Allahu i Madhërisëm e kishte shpëtuar atë nga gjendje e përçmimit dhe shpifjeve, duke e kaluar në këtë gjendje ku kishte nderin të ishte në shoqërinë e profetit të Allahut të Madhërisëm, të banonte në xhaminë e tij, të ishte komshi me të dhe të shoqërohej me familjen e tij. 3. Këtu vërim se shtëpia e të dërguarit Allahut të lartësuar ishte vend strehimi për muslimanët, e në veçanti për më të varfrit dhe më të doftit prej tyre. Dhoma e tij e vogël arrinte t'i përfshinte të doftit. Ja, kjo grua shkon tek Aishja radiallahu anha, jo për të përfituar apo për të ngrënë një ushqim, por për t'u qetësuar dhe për të bërë shoqëri që t'i largonte vetminë e kurbetit dhe t'i fshinte gjurmët që kishin lënë padrejtësitë që ishin bërë në të kaluarën. Vetë Aishja radiallahu anha e trajtonte atë sipas moralit të lartë profetik, që i përfshinte të gjithë njerëzit. Madje edhe kjo grua e vetmuar me ngjyrë gjente vendin e saj në këtë shtëpi të bekuar, duke marrë atë që i nevojite nga morali i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. 4. Kjo grua emigroi tek profeti dhe banoi në xhaminë e tij. Nuk ju pëbar muslimanëve, po kërkoi që edhe ajo të luante një rol dhe të bënte një punë si gjithë të tjerat. Në të kaluarën ajo kishte punuar si shërbëtore dhe kjo eksperiencë pune e bënte atë të përshtatshme për punën që zgjodhi vetë kryente. Ajo zgjodhi të shërbente xhamisë së profetit, duke u marrë me pastrimin e saj. Në këtë mënyrë, ajo po jepte kontributin e saj pozitiv në jetën e muslimanëve, që ishte i prekshëm nga të gjithë ata që hynin në xhaminë e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilët e gjenin atë të pastër dhe të mirëmbajtur, siç i kishte hije dhe ishte xhamia e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. 5. Hapësira e interesimit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kushtonte njerëzve ishte aq e madhe sa që arrinte t'i përfshinte të gjithë. Aq e madhe ishte ajo sa edhe njerëzit më të thjeshtë për të cilët nuk interesohej askush, gjenin vend dhe gëzonin pozitë në shpirtin e profetit. Ajo kushtonte vëmendje për kujdesje dhe interesohej për ta. Edhe në këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam e ndjeu mungesën e kësaj gruaje të vjetër. Prandaj u interesua për të mësuar se çfarë kishte ndodhur me ta. Madje kur mësoi se ajo kishte vdekur, i qortoi shokët e tij që nuk i kishin treguar për vdekjen e saj. Shkoi tek varri i saj, ja fali namazin e xhenazës
dhe ju lutë Allahut madhërishëm që t'i ndriçonte varret e atyre që ishin varrosur atje. I dërguari Allahut u interesua për një grua që tashmë kishte vdekur dhe nuk shpresohej gjë prej saj. Madje ajo kishte qenë e vetmuar dhe nuk ishte të afërm që do të gëzoheshin nga ky interesim i profetit sallallahu alaihi wasallam për ta. Por kjo nuk ka as pak rëndësi në këtë rast, sepse jemi përballë moralit pejgamberit, që e përfshiu atë sa ishte gjallë, e më pas se vijoi ta përfshinte edhe pas vdekjes, duke qëndruar para varrit të saj për t'i falur namazin dhe për të bërë dua për të. Allahu qoftë i kënaqur me shërbëtoren e xhamisë së profetit, paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin që i plotsoi dhe i përsosi virtytet më të larta të moralit.